vendet që kanë armë bërthamore dhe mund të shkatrojnë botën. Janë vetëm disa vende në botë që mbajnë në duar një fuqi që dikur dukej si fantazi. Një fuqi që nuk shkatron vetëm qytete, por mund të ndryshojë fatin e gjithë njerëzimit. Një fuqi që nuk njeh kufi, nuk njeh ushtri, nuk njeh mbrojtje. Armët bërthamore. Që nga momenti kur u përdorën për herë të parë në vitin 1945, bota nuk ka qenë më kurrë e njëjtë. Sepse për herë të parë në histori, njeriu krijoi një armë që nuk kontrollon vetëm armikun, por rrezikon edhe vetveten. Dhe që nga ai moment, lufta nuk ishte më thjesht një përplasje forcash, ajo u bë një kërcënim për ekzistencën. Dhe sot, kjo fuqi nuk është zhdukur. Ajo është ende këtu, e ruajtur, e zhvilluar, e përmirësuar dhe e shpërndar në vetëm 9 vende. 9 shtete që në një moment vendimi mund të ndryshojnë gjithçka. Momenti që ndryshoi botën. Në gusht të vitit 1945, bota pa diçka që nuk ishte parë kurrë më parë. Hiroshima, Nagasaki. 2 qytete që zhdukën pothuajse në një çast. Në pak sekonda, qindra mijëra njerëz humbën jetën. Të tjerë mbijetuan, por me pasoja që i ndoqën për gjithë jetën. Nuk ishte një betejë klasike, nuk ishte front, nuk ishte përballje direkte. Ishte një shpërthim, një dritë verbuese, një valë që përfshiu gjithçka. Ndërtesa u shkrin, njerëz u zhdukën, qyteti u kthye në hi. Dhe bashkë me këtë, lindi epoka bërthamore. Një epokë ku një armë vetme mund të bëjë atë që dikur kërkonte një ushtri të tërë. Çfarë është një armë bërthamore? Një armë bërthamore nuk është thjesht një bombë më e madhe. Ajo funksionon në një nivel krejt tjetër. Ajo çliron energji nga vetë atomi. Në një moment, struktura e materjes prishet dhe energjia që lirohet është jashtë çdo krahasimi. Një shpërthim i vetëm mund të shkatërrojë një qytet të tërë. Por problemi nuk mbaron aty, sepse një armë bërthamore sjell me vete rrezatim të rrezikshëm, temperatura ekstreme, valë goditse që shkatrojnë gjithçka dhe pasoja që zgjasin për vite. Zona të tëra mund të bëhen të pabanueshme, ekosisteme të shkatërrohen, njerëzit të jetojnë me pasoja për gjithë jetën. Kjo është arsyeja pse që nga viti 1945, këto armë nuk janë përdorur më në luftë. Jo sepse nuk mund të përdoren, por sepse pasojat janë shumë më të mëdha se çdo fitore. Sot, vetëm 9 shtete në botë posedojnë armë bërthamore, dhe këto nuk janë të shpërndara rastësisht. Ato janë të lidhura me histori, fuqi dhe strategji globale. Por jo të gjitha janë të barabarta. Disa kanë vetëm disa vjetra, të tjera mira, dhe kjo krijon një diferencë të madhe në ndikim. Do t'i rendisim nga vendi me më pak armë bërthamore deri te ai që ka më shumë. 9. Korea e Veriut. Korea e Veriut është një nga vendet më të izoluara në botë. Ajo testoi armën e saj të parë bërthamore në vitin 2006. Vlerësohet se ka rreth 20 deri në 30 koka bërthamore. Arsyeja kryesore? Mbijetesa e regjimit. Korea e Veriut e sheh armën bërthamore si një garanci që askush nuk do ta sulmojë. Në një botë ku është e izoluar dhe e rrethuar nga kundërshtar, kjo është mbrojtja e saj më e fortë. Programi i saj bërthamor u zhvillua me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe çdo test i ri ka tërhequr vëmendjen e botës. Rreziku kryesor këtu nuk është vetëm numri, por pa parashikueshmëria. 8. Izraeli. Izraeli është një rast unik. Ai nuk e pranon zyrtarisht që ka armë bërthamore, por besohet se i ka zhvilluar ato rreth viteve 1960-1967. Ka rreth 80-90 koka bërthamore. Arsyeja? Siguria në një rajon shumë të rrezikshëm. Pas disa luftrave me vendet fqinje, Izraeli kërkoi një avantazh absolut, një armë që do të parandalonte çdo kërcënim ekzistencial ndaj shtetit të tij. Programi i tij është ndër më sekretët në botë, i ndërtuar në heshtje, i mohuar zyrtarisht, por i pranuar si realitet nga pothuajse të gjithë ekspertët e sigurisë globale. 7. Pakistani. Pakistani testoi armën e tij bërthamore në vitin 1998. Ka rreth 160-170 koka bërthamore. Arsyeja është shumë e qartë. India.
Pak javë para testit pakistanez, India kishte kryer testet e veta bërthamore. Pakistani reagoi menjëherë. Ky ishte një ekuilibër force, një mënyrë për të mos mbetur pas rivalit të tij kryesor. Tensionet midis Indisë dhe Pakistanit vazhdojnë edhe sot, dhe ky rajon, me dy fuqi bërthamore të ballofaquara, mbetet një nga zonat më të ndjeshme në botë. Një konflikt mes tyre do të kishte pasoja shumë më të mëdha se rajonale. 6. India. India testoi armën e saj të parë bërthamore në vitin 1974 dhe e zhvilloi më tej në vitin 1998. Ka rreth 160-170 koka bërthamore. Arsyeja? Siguria dhe fuqia rajonale. India kërkonte të ishte një aktor i madh në skenën botërore dhe të balansonte rivalet e saj kryesor, Kinën dhe Pakistanin. Ajo ka një politik të deklaruar, no first use, nuk do të përdor armë bërthamore e para, por kjo politik vlen vetëm në teori. Në praktik, situata mund të ndryshojë shumë shpejt. 5. Britania e Madhe. Britania testoi armën e saj të parë bërthamore në vitin 1952. Ka rreth 200 deri në 225 koka bërthamore. Arsyeja, siguria dhe fuqia globale. Britania nuk donte të mbetej pas SBA dhe Bashkimit Sovjetik. Kjo ishte një mënyrë për të ruajtur statusin e saj si fuqi e madhe në skenën ndërkombëtare. Ajo është fokusuar kryesisht në një sistem, në ndetëset bërthamore. Kjo e bën arsenalin e saj shumë fleksibël dhe të vështirë për të goditur, pishpërndar në ujë, i lëvizshëm dhe gjithmonë gati. 4. Franca. Franca testoi armën e saj të parë bërthamore në vitin 1960. Ka rreth 290 deri në 300 koka bërthamore. Arsyeja ishte unike, pavarësia strategjike. Franca nuk donte të varrej nga SBA apo NATO për mbrojtjen e saj. Ajo ndërtoi një sistem tërësisht të vetin, duke ruajtur kontroll të plot mbi arsenalin e saj. Ajo përdor në ndetëse bërthamore, avion luftarak. Edhe sot Franca mbetet vendi i vetëm në BE me armë bërthamore dhe konsideron këtë si shtyllë të pavarësisë së saj. 3. Kina. Kina testoi armën e saj bërthamore në vitin 1964. Ka rreth 400 deri në 500 koka bërthamore. Arsyeja? Të bëhej një superfuqi. Në atë kohë, Kina donte të hynte në klubin e fuqive të mëdha, dhe armët bërthamore ishin çelësi për këtë. Por ajo që është edhe më e rëndësishme sot, është ritmi i rrithjes. Kina po investon në mënyrë agresive në raketa moderne, sisteme të avancuara lëshimi, zgjerim të shpejtë të arsenalit. Kjo e bën një faktor gjithnjë më të rëndësishëm në balancën globale të sigurisë. 2. Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara testuan armën e parë bërthamore në vitin 1945. Janë vendi i parë në histori që zhvilloi dhe përdori këtë armë. Kanë mbi 5.000 koka bërthamore. Arsyeja, lufta e dytë botërore. Projekti Manhattan ishte një garë kundër kohës për të ndërtuar armën para Gjermanisë naziste. Mira shkencëtar, miliarda dollar dhe disa vite pune të fshehtë quan në shpërthimin e parë bërthamor në historinë e njerëzimit. Dhe pas kësaj, SBA e mbajti këtë avantazh për dekada. Sot, ato kanë një sistem të plot të njohur si triada bërthamore, raketa toksore, nëndetëse, avion strategjik. Kjo u jep SBA-s fleksibilitet maksimal në çdo skenar të mundshëm. 1. Rusia. Rusia. Atëherë Bashkimi Sovjetik testoi armën e saj të parë bërthamore në vitin 1949. Ka rreth 5.500 me 6.000 koka bërthamore. Arsyeja? Të barazohej me SBA-n. Ky ishte fillimi i luftës së ftohtë, një garë armësh që zgjati dekada dhe krijoi arsenalet më të mëdha në histori. 2 superfuqi, 2 ideologji, 2 arsenale gjigante,
të drejtuar njëra kundër tjetrës për mbi 40 vjet. Edhe pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Rusia trashëgoi gjithë këtë fuqi. Ajo ka investuar në modernizimin e arsenalit të saj, raketat e reja, sisteme hipersonike, në ndetse të avancuara, dhe vazhdon ta konsiderojë atë si shtyllën kryesore të strategjisë dhe ndikimit të saj global. Këto janë 9 vendet që zotrojnë armët më të fuqishme në botë. Nga 1945 deri sot, nga disa dhjetra deri në mijëra. Arsyet kanë qenë të ndryshme: mbijetesa, barazia, pavarësia, fuqia. Por një gjë është e përbashkët për të gjitha: fuqia për të ndryshuar historinë në pak minuta. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.